gjithë stresi ka lidhje me fatalitetin, ti ke lidhje me gjithë kokat e vendit për shkak. Me biznesmena, me shqiptar tuaj, me lidhjet e tuaja që tan Shqipëria. Shqiptar vi sportet e huaj. Po si o burr, ai bie pishmon që ti sumunove më shumë me gjeti lambo, vul fikse. Jo me montazh, por me green screen. Si është prapa skena, më ta lutem se jam shumë kurioz. Po, viti ka qenë 2011. Ai klipi është xhiru për 6 orë. 6 orë? 6 orë është bo xherimi. Edhe unë isha në gjumë, mora drejkës. Ishe në gjumë. Merë Flori në telefon. Flori, që putë në gjipto, shajtë në punë? Nuk e xherimi të kuje. Unë gjithmonë isha i vonuar, isha i ri dhe ishte shumë i shqetësuar Flori për mua, se s'mkapte dot. Edhe Si ka si pija, po. Edhe jam po çohem. Edhe ika te Flori dhe më futem në një studio. Studio shumë e bukur, s'ka pasur një më bukur se kjo. Po lamba si ishte? Po s'lamba si. Edhe isha menaxhimin e Three Dots atëherë, në fillim. Po. Futem ishte një shkon një perde e vjeshile, se s'kuptosh me ato green screen. Qa mu luda me i karinke, qoj durën këshu i qova. Ne e këtë jamë. Po, edhe bëjnë këshu.